artikulimin e vet, krenohet për buxhetin e vet. Krenohet që ka rritur buxhetin e vet. Një qeveri duhet krenohet nëse rrit buxhetin e qytetarëve që përfaqëson, jo buxhetin e vet. Këta kanë rritur buxhetin e vet duke paksuar buxhetin e familjeve shqiptare. Dhe këta krenohen për këtë punë. Pra këta krenohen që vjedhin shqiptarët, që taksojnë shqiptarët më shumë se çdo vend tjetër. Keni dëgjuar këta që thonë ne kemi buxhetin më të madh në histori. Ose shqiptarët janë taksuar më shumë se çdo herë tjetër në histori. Prandaj ka këtë buxhet. Do të jetë gjithmonë çdo vit, nëse do të jemi i vogël do të shkojmë në regres ekonomik. Jo, po kemi problem. Si ka mundësi që janë paksuar shqiptarët në Shqipëri por është rritur buxheti i Shqipërisë? Nuk ka burim tjetër qeveria përveç taksave dhe parave të qytetarëve. Por kur paksohen qytetarët, si rritet buxheti? Rritet sepse qytetarët sot taksohen 3 herë më shumë se që janë taksuar në 2013. Qytetarëve u vjen gjoba sot 3 herë më shumë se sa u vjeshen në 2013. Kjo është arsyeja. Ju i keni parë që ju i keni policat dhe çdo një tjetër dalin me lapse me letër në dorë të plotësojnë kuotat për të vënë gjoba kudo që të jetë mundësia. Pra nëse parkon makinën dysh, vetëm ku gjen ja 50 polic. Kurse kur vjen Sinaloa këtu, nuk ka asnjë polic. Problemi në Shqipëri kjo është. Shikoni, vinë qytetarët tu i kanë vënë hekrat kryeministrisë. Kur erdhi ai Sinaloas, u hap dera kryeministrisë, dhe takonte kryeministri për të pastruar paratë e kartelit. Duke qenë se dol tek kjo temë, tek çështja e ndërkombëtarëve, pasi tashmë Sinaloa apo një pjesë, siç thuhet, kartelit të Sinaloas me familjen Hysi është shpallur non grata nga SBA-ja. Ju prisni gjithmonë lajme nga përtej oqeanit. Zoti Berisha e ka përceu oqeanin, por nuk shkoi në Amerikën Veriore, por në Amerikën Latine dhe prandaj erdhi me disa lajme për demokratët. Si keni parë zhvillimet që ndodhen në summitin apo në kongresin e CD-s? Mendoj që ajo ishte një zgjim për të gjithë që opozita jo vetëm nuk është e izoluar, po opozita sot është në një kontakt të vazhdueshëm dhe në niveleve më të larta me komunitetin ndërkombëtar. Duhet kuptojmë që sot i zgjedhur zëvendës presidenti i CDI-s, ajo është një organizata më e madhe e të djathtës në të cilën janë shumë kryeministra e president, janë pjesë e asaj organizate, kryeministra e president të cilët janë aktualisht në pushtet. Pra këtu teza apo shpifja e pushtetit për izolim të opozitës ka rënë. Dhe ajo çfarë bie në sy sot është që kemi një qeveri e cila ende për herë të parë në histori nuk ka marrë përgëzimet nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet, sepse s'kishin një zgjedhje, ishin mbjedhje. Jo vetëm kaq, por dumani i tyre që këta e duan shumë, para pak muajsh ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë ndodhi? Erdhi pas atij takimi, u rikthye dumani, çfarë ndodhi? Belinda Balluku në SPAK dhe shpallja non grata e biznesmenit të Edi Ramos të kartelit Sinaloas. Këto janë për të treguar dhe për opinionin publik të kuptoj që është koha për një ndryshim. Vetëm shkurt, presim zhvillime të tjera në arenë ndërkombëtare në favor të opozitës? Mendoj që zhvillime presim dhe në arenën ndërkombëtare edhe këtu, por një gjë ta kemi të qartë gjithë. Shqipëria ka nevojë sot më shumë se kur herë tjetër për shqiptarët në radhë parë. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin, për një bashkëpunim, për largimin e kësaj qeverie. Që të kemi mundësi të bëjmë zgjedhje dhe pastaj qytetarët të votojnë atë program që duan. Por që të kemi zgjedhje, duhet të ikin këta. Edi Rama sot duhet të ishte i larguar. Shumë faleminderit.